Përshëndetje gjithëve. Faleminderit që erdhët sot në këtë konferencë me median periodike që qeveria shqiptare dhe gjitha ministritë po bëjnë me gazetarët për të pasqyruar punët e secilës ministri në kuadër dhe të funksionit ton të transparencës. Para se të fillonim që të merrnim pyetje nga ana juaj, do desha që të shfrytëzoja këtë rast për të adresuar një nga çështjet më sensitive të ditëve të fundit, që lidhet me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Dhe për këtë qëllim do doja që të referoja qëndrimin e ministrisë për sa i përket kësaj situate deri në këtë ditë. Së pari, normalisht është e rëndësishme të theksojmë faktin që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një prej projekteve infrastrukturore më të rëndësishme të dekadës së fundit në Shqipëri. Ka një pistë 3.2 km dhe me një kapacitet fillestar prej 2 milion pasagjerësh në vit dhe një pozicion unik në hyrje të rivierës shqiptare. Aeroporti i Vlorës përfaqëson pikë kritike të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, objekt ndaj të cilit shteti ushtron kompetenca të plota, mbikëqyrëse dhe rregullatore. Mos operimi ose bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat. Është çështje e interesit publik dhe shtetëror. Operimi i plotë i aeroportit të Vlorës do të mundsojë lidhje direkte me tregjet europiane dhe rajonale, zgjatje të sezonit turistik dhe rritje të fluksit të vizitorëve, dhe lehtësim të investimeve të huaja në infrastrukturën bregdetare. Çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të matshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit. Pamundësia për të ofruar infrastrukturë ajrore funksionale në jug të vendit dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Shqipëria nuk mund të paraqitet jo serioze para partnerëve të saj për shkak të mosmarrëveshjeve private mes aksionarëve. Shteti shqiptar, në bazë të kornizës kushtetuese dhe ligjore, është i detyruar dhe plotësisht i angazhuar të garantojë funksionimin e infrastrukturave të rëndësisë së veçantë. Çdo infrastrukturë koncesionare me karakter publik dhe strategjik mbahet nën kujdesin e vazhdueshëm të shtetit, i cili vepron si garantues i fundit i operacionalitetit të tyre. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur çdo fazë të procesit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës, me vëmendje të plotë dhe rigorozitet institucional. Ministria ka siguruar që gjitha proceset të jenë në përputhje me detyrimet kontraktore, kushtet e koncesionit dhe kuadrin ligjor shqiptar dhe ndërkombëtar. Të drejtat dhe detyrimet e gjitha palëve janë respektuar në mënyrë të plotë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Megjithatë, Ministria vëren me shqetësim të thellë se sjellja deri tanishme e palëve zhvilluese, bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Konflikti që pengon realizimin e aeroportit të Vlorës duhet të kuptojmë që është në thelb një mosmarrëveshje e pastër, civile dhe kontraktore mes dy palëve private. Kjo mosmarrëveshje ka kaluar në disa faza eskalimi, nga debati brendshëm aksionar, në betejë gjyqësore dhe deri në hapjen e procedurave penale. Është thelbësore të kuptohet që ministria nuk është palë në këtë konflikt dhe nuk ka interes të favorizojë asnjërin palë aksionare. Siç shndron shumë qartë, siç le themi tregon shumë qartë, edhe qëndrimi i mbajtur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në gjitha proceset gjyqësore të zhvilluara deri tani mes palëve, dhe këto janë gjitha publike. Shteti shqiptar ka dhënë koncesionin sipas procedurave ligjore, ka mbikëqyrur zbatimin e kontratës dhe ka ndërhyrë vetëm atëherë kur mbrojtja e interesit publik dhe të drejtës kontraktore e ka kërkuar. Konflikti aktual mes dy subjekteve tregtare në asnjë rast nuk do të tolerohet që të sjellë pasojat e tij mbi shtetin, ekonominë dhe qytetarët. Po
pozicioni qartë i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është si vijon. Pavarësisht natyrës private të mosmarrveshjes, asnjë nuk ka të drejtë të mbajë peng një infrastrukturë me rëndësi kombëtare. Zgjidhja e konfliktit është detyrë e palëve dhe e gjykatave kompetente, por subjektet duhet jenë të qartë që asnjë mosmarrveshje mes tyre nuk përbën shkak për mos zbatimin e detyrimeve kontraktore dhe garantimin e operacionalitetit të aeroportit, që janë detyrime të shoqërisë, të cilat aktualisht janë të papërmbushura. Ministria ka ndjekur hapet e nevojshëm ligjor për garantimin e të drejtave të saj kontraktore dhe është e përgatitur të përdorë instrumentat e mëvonshëm kontraktore, përfshirë aktivizimin e çdo klauzole në kontratë për të siguruar që aeroporti i Vlorës të hapet dhe të operojë sipas afateve të detyrueshme, duke mos legjitimuar asnjë mosmarrveshje si pengesë për ndërtimin e kësaj vepre. Të nderuar, jam i hapur për çdo pyetje që mund të keni për këtë çështje dhe për çdo çështje tjetër që lidhet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kush do ta marrë, ju lutem secili të prezantohet dhe të referojë pyetjet që ka. Ola Mitre, televizioni Skan. Një pyetje për aeroportin, çështjen për të cilën ju sapo sqaruat opinionin publik. Kur thoni klauzolat e kontratës, çfarë nënkuptoni dhe cilat janë disa nga hapat që mund të përfshin këto klauzola për zgjidhjen e konfliktit në mënyrë që të mos bllokohet vepra aeroportuale? Dhe ndërkohë një pyetje për një vepër tjetër infrastrukturore që ka të bëjë me infrastrukturën hekurudhore. Afati fundit të paktën i deklaruar për vënien në operim të hekurudhës Tiranë-Durrës dhe degëzimit të ri drejt Rinasit është 3 mujor i parë i vitit 2027. A është ky afat i arritshëm apo kemi një afat të ri se kur do të udhëtojmë me tren të paktën në këtë linjë hekurudhore që unë përmenda? Faleminderit. Ola, faleminderit. Për sa i përket klauzolave të kontratës, siç unë theksova gjatë fjalës sime, aeroporti i Vlorës është një vepër infrastrukturore shumë e rëndësishme, do thoja ndër më të rëndësishme në dekadën e fundit. Nuk bëhen aeroporte në Europë dhe në botë në mënyrë të përvitshme. Ka shumë vite që edhe në vende më të zhvilluara nuk zhvillohet me aeroporte dhe si e tillë ne e njohim shumë mirë rëndësinë infrastrukturore që ka ky aeroport. Patjetër, siç unë e theksova, aeroporti nuk është akoma operacional. Ku klauzolat e kontratës parashikojnë së pari vendosjen e penaliteteve, për të cilat patjetër Ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi i një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit kontratës koncesionare, apo deri edhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit. Ndërsa për sa i përket afatit të vënies në punë të hekurudhës Tiranë-Durrës, besoj se cili nga jush dhe nga, le të themi, publikime të infrastrukturës, vepra aty për bërjen e shinave kryesore të veprës ka përfunduar. Ai është një projekt në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Patjetër ka patur vonesa përkatëse për shkak se projekti i hekurudhës ishte kur është marrë kredia parë, ka qenë pa plot, pra në rastin konkret nuk ishte akoma fazën e elektrifikimit dhe nuk ishte edhe stacionet përkatëse. Dhe për të cilat fatmirësisht tashmë janë e zaruar. Ne sot kemi edhe procedurë programi për sa i përket elektrifikimit, që është faza përmbyllëse e kësaj procedure, le të themi, hekurudhore. Ndërkohë, elementi i rëndësishëm është edhe fakti që hekurudha shqiptare, pasi e ka maturuar projektin me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ka vendosur, sepse shqetësim kryesor ishte që pika fundore e hekurudhës ishte në Kashar.
dhe tashmë Hekuruta Shqiptare ka njoftuar fillimin e procedurave të prokurimit për të bërë dhe përmbylljen e 4 kilometrësh të fundit për ta sjellë Hekurudën Tiranë-Durrës në pikën e vet ku ka qenë gjithmonë te stacioni i trenit në Tiranë. Edhe kjo procedurë e cila tashmë është nisur dhe edhe është dhe publikuar dhe nga ana juaj. Në këtë kuptim unë vlerësoj që viti 2027 është tërësisht i realizueshëm dhe do stepesha për të dhënë një afat fundor, sepse duke qenë se siç u referova dhe elektrifikimi edhe përfundimi i 4 kilometrësh të fundit është në fazë prokurimi publik dhe ju e dini që në faza prokurimi gjërat mund të shkojnë mirë dhe gjëra mund të ecë sipas le të themi procedurës, po mund të ketë një vonesë si e tillë, por ajo që unë mund të them është që brenda vitit 2027 patjetër që do kemi le të themi vijën e parë hekurodhore funksionale në Shqipëri. Faleminderit Ola. Përshëndetje Eliza Gjediku nga Report TV. Zoti Ministër, se takon çështjes së aeroportit të Vlorës. Kur duhet të nisë? Kur duhet të nisin fluturimet në aeroportin e Vlorës dhe nëse është shkelur ky afat, a gjykon Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që mund t'i vendosë edhe një kushtozim që brenda këtij afati duhet të jetë aeroporti operacional? Dhe një pyetje të dytë, sa i takon tenderit të anulluar të portit të ri tregtar në Durrës, në Porto Romano? Ju mendoni se ose a e keni gati zgjidhjen që do t'i jepni këtij projekti? Sepse kur tenderi u anulluar, ju tha që do dilni shumë shpejt me një zgjidhje tjetër. Dhe një pyetje të tretë ka të bëjë me një kërkesë që ka ardhur nga shoqata e transportit, të cilët kërkojnë një zgjatje të rimbursimit që ju keni miratuar për naftën deri në shtator. Faleminderit. Eliza, faleminderit. Për sa i përket aeroportit të Vlorës, patjetër, siç unë referova në fjalën time publike, aeroporti nuk është operacional dhe duhet kuptojmë diçka. Që kur flasim me operacionalitet në kuptim të kësaj kontrate koncesionare, por edhe në kuptim të aeroporteve, nuk bëhet fjalë vetëm për ndërtimin e veprës civile, po bëhet fjalë edhe për marrjen e gjitha certifikatave përkatëse për bërjen e mundshme të operimit ajror. Dhe kjo është fakt publik që nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur as le të themi përfundimi total i infrastrukturës civile, dhe nuk ka ndodhur as le të themi operacionaliteti. Në bazë të kontratës të duhet të kishin ndodhur gjatë në momentin që jemi duke folë dhe unë prandaj referova që patjetër penaliteti do i vendoset subjekteve le të themi tregtare. Fakti është i tillë që dua të theksoj edhe fakti që mosmarrveshja në të cilën ju keni parë gjithë këto kohë dhe ka patur vëmendje publike gjatë kësaj kohe, është një mosmarrveshje private ndërmjet dy shoqërive që kanë marrë pjesë me vullnetin e tyre të lirë në garën e aeroportit të Vlorës. Dhe kjo mosmarrveshje, e cila ka shkuar tani që nga mosmarrveshje civile në gjykata civile deri në mosmarrveshje penale, po bëhet shkak për vonesat të mëtejshme të operacionalitetit të aeroportit të Vlorës, por jo vetëm, por bëhet shkak edhe prishjen e reputacionit të aeroportit të Vlorës. Gjithë ato, le të themi, ngjarje që ne kemi parë në ditët e fundit, patjetër janë të papëlqyeshme së pari për qytetarët shqiptar, i cila ajo vepër infrastrukturore është për ato për qytetarët dhe pastaj edhe për qeverinë dhe për shtetin shqiptar që kishte për të përfituar le të themi një zhvillim të mëtejshëm dhe të turizmit në atë zonë. Dhe prandaj unë ju referova që patjetër ne si ministri e dim që patjetër ne do zbatojmë gjitha klauzolat përkatëse që njeh kontrata e koncesionit në mënyrë që të realizojmë operacionalitetin e tyre pavarësisht mosmarrveshjes që kanë palet. Për sa i përket Porto Romanos, po, siç e referoni, edhe gara e dytë e shpallur për Porto Romano nuk rezultoi e suksesshme. Ofertuesi i fundit që ishte i shpallur i suksesshëm nuk arriti që të sillte kontratën e tij financiare. Dhe bëri një komunikim zyrtar me autoritetin portual të Durrësit, duke informuar që e kishte të pamundur të sillte një ofertë financiare për shkak të rritjes së kostove. Ai është një porti i Porto Romanos, është një port në mënyrë strategjike në kuptim të portit të korridorit 8
në kuptim të themi të lëvizjes së portit të mallërve jashtë qytetit të Durrësit, por edhe në kuptim të le themi mbrojtjes, pasi ka dhe interes nga NATO për të qenë pjesë e gjithë korridorit 8. Siç unë e kam theksuar, ne jemi në komunikim të brendshëm të vazhdueshëm, do të japim një zgjidhje në mënyrë shumë të shpejtë, jemi duke bërë bashkëpunim përsëri shumë intensiv me konsulentin Royal Haskoning, që është ndër konsulentët më të mirë në botë për sa i përket porteve, dhe po vlerësojmë gjitha le themi masat që mund të merren në mënyrë që ta rivitalizojmë atë projekt sa më shpejt. Do ju informojmë sapo të kemi le themi një përgjigje definitive për mekanizmin e zgjedhur. Dhe për sa i përket shoqatës transportit, po, në fakt unë para 2-3 javësh njoftova vendimin e Këshillit Ministrave që miratonte subvencionimin me 50 lekë për litër. Dua të theksoj faktin që ky subvencionim erdhi dhe si rrëdhojë e uljes time edhe kolegëve tjerë të Ministrës Ekonomisë, por edhe Ministrit Financave me shoqatët e transportit në kuadër të detyrës sonë për të ulur për masat, le themi, menaxhuese dhe mbështetëse që mund të jepeshin dhe mund të jepen për le themi subjektet dhe grupet e interesit për shkak të rritjes së çmimeve të naftës. Dhe ne u angazhuam në atë kohë që të kishim një masë mbështetëse, e cila u miratua. U angazhuam që kjo masë mbështetëse të ishte 50 lekë për litër, e cila u miratua, dhe u angazhuam që pavarësisht kohës së miratimit, që u miratua në maj në fakt masë mbështetëse, ne do e kishim fillimin e aplikimit që nga muaji mars, kur ishte filluan efektet e krizës. Ajo çfarë mund të them në këtë moment është patjetër ne do ulemi përsëri me shoqatët e transportit. Do shikojmë si do vazhdojnë dinamikat e kësaj situate dhe në ditët e para të qershorit, pasi shikojmë që ka një relaksim të çmimeve në bursa, por edhe në pikat fundore le themi të karburanteve. Megjithatë, situata është shumë dinamike dhe ndryshueshme dhe patjetër ne do të gjendemi pranë shoqatës transportit për çdo kërkesë që do ketë. Mimoza Ibra nga Vision Plus. Zoti Ministër, çfarë po ndodh me projektin e rrugës Milot Balltren, duke qenë se jemi dhe në nisje të sezonit veror dhe siç dihet, kjo periudhë e vitit shoqërohet dhe me trafik të rënduar, sidomos për sa i përket qëllimeve për turizëm në zonat bregdetare të Veriut. Pra, kur nisin punimet për këtë projekt. Dhe së dyti, trafiku vijon edhe në Tiranë-Durrës, pavarësisht se kishim zgjerimin për 6 kilometrat e parë të autostradës. Sa zgjidhje jep zgjerimi i pjesëshëm i autostradës dhe një pikë të tretë për këtë çështje të autostradës Tiranë-Durrës, kohë më parë u përfol që kjo autostradë mund të ishte me pagesë në momentin që merrte pamje të plot zgjerimi i saj. Ka ndërmend qeveria që të rikthehet ides tarifimit të autostradës Tiranë-Durrës? Faleminderit. Po, Mimoza, faleminderit. Para se të ndalesh atë Milot Balltreni, e para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Dhe kjo që nënkupton themi angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodrën, në Malësit Madhe, investime që ndërlidhin le themi pikat turistike si liçeni i Shkodrës, lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë qark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Dhe patjetër, problematik që banorët ngren në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Balltren. Rruga Milot Balltren ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme, ka qenë vullneti i qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A,
dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte, le themi, edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut me pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë dhe për t'i dhënë dhe një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër si çdo projekt infrastrukturor, siç ka, le themi, projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është që po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave. Në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Balltren. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është që po, rruga Milot Balltren do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri. Dhe përsa i përket Tiranë-Durrës, po, ne le themi hapëm kursit le themi në drejtim të Rinasit dhe në drejtim të Tiranës kur vjen nga Durrësi, që ishin 6 kilometrat e parë. Unë në fakt unë e di që patjetër hinka krijohet përsëri, por dhe unë si çdo qytetar tjetër kaloj në atë rrugë dhe mund të theksoj që trafiku është shumë i ndryshuar. Kishim një problematik në një mbikalim i cili na detyroi që ta ngushtonim një kursi në rrugën që çon për në Rinas, i cila u rregullua me ndërhyrjen e menjëhershme të autoritetit rrugor shqiptar, duke u liruar në një kursi shtesë dhe aty është bllokuar trafiku tani me dalje. Patjetër ne dim që është hinka që krijohet në mbikalimin e Rinasit. Ajo çfarë mund të them është që ne kemi kontratën në fuqi, që është duke u zbatuar dhe çdo qytetar kur kalon në rrugën Tiranë-Durrës mund ta shikojë vazhdimin e punimeve pas mbikalimit të Rinasit. Pjesë e kësaj kontrate të lidhur është, le të themi, shembja e mbikalimit të Rinasit, krijimi i një mbikalimi të ri me 4 kursi dhe vazhdimi edhe me 2 kilometra të tjerë i kursive shtesë që të cilat janë duke u punuar. Dhe kjo do i japi dhe një shfryerje edhe më të madhe trafikut të rrugës Tiranë-Durrës. Për sa i përket çështjes që ju referoni me pagesë apo pa pagesë, për sa kohë që gjitha këto financime janë duke u bërë nga buxheti i shtetit, për momentin patjetër ajo do vazhdoj të jetë pa pagesë. Faleminderit. Jeritan Gjergo, Euronews Albania. Zoti Ministër, në skenarin më të keq, a keni parashikuar se cila do të jetë dita më e largët, po themi, kur aeroporti i Vlorës të bëhet operacional, pra në rast se konflikti mes palëve vazhdon dhe përfundon në dyert e gjykatave apo arbitrazhit? Dhe një pyetje dytë për furnizimet me naftë gjatë kësaj periudhe krize, a janë ato të qëndrueshme në Shqipëri, sepse Europa ka dhënë edhe sinjale alarmi apo paniku se mund të reduktojë fluturime apo mund të vendosë kufizime në rast se lufta apo kriza e ndërkombëtare e naftës vazhdon. Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket ajo çfarë më referoni për raportin e Vlorës, edhe një herë duhet ta theksoj që ky aeroport, Ministeri i Infrastrukturës dhe Energjisë është shumë e qartë për rëndësinë strategjike që ka aeroporti i Vlorës dhe do marrë gjitha masat e nevojshme që pavarësisht çdo mosmarrveshje civile që kanë 2 palë private që janë pjesë e koncesionit, pavarësisht këtyre mosmarrveshjeve, Ministria do marrë gjitha masat që lejon kontrata e koncesionit që ta bëjë operacionale në përputhje me kushtet e kontratës. Edhe patjetër për këtë do veprojmë sipas asaj që referon licitacioni fuqi dhe kontrata koncesionare. Kam të pamundur në këtë moment që unë të them një afat, pasi ne jemi në fazë le të themi vlerësimi të kushteve të kontratës koncesionare dhe nuk dua që të prononcoj një afat që mund të ishte e gabuar. Ndërsa përsa i përket naftës dhe sigurisë së furnizimit me lëndë hidrokarbure, po situata në tregjet globale, siç unë e referova, është dinamike, shumë shtete kanë hasur vështirësi, sidomos shtetet që lidhen me furnizimin e lëndëve hidrokarbure nga ngushtica Hormuzit.
siç e kemi theksuar edhe herë të shkuara, fatmirësisht Shqipëria nuk hyn në ato shtete që bazohet në furnizimin e produkteve hidrokarbure nga ngushtica e Hormuzit. Mbi 90% të produkteve hidrokarbure vinë në Shqipëri nga kanale të tjera alternative. Dhe në këtë sens, patjetër deri tani, Shqipëria ka qenë paktën për sa i përket sigurisë së furnizimit, ka qenë e garantuar dhe nga komunikimi që ne kemi me gjithë, le të themi, subjekte tregtare të hidrokarbureve, por edhe nga vlerësimi që është bërë nga grupet e punës të ngritura për qëllimin e mbajtjes së rezervës hidrokarbure, nuk cënohet siguria e furnizimit me nënprodukte hidrokarbure në Shqipëri. Gjithsesi, kjo është një çështje që Ministria dhe Qeveria ndërsi e ka në vëmendje dhe këtu ndalemi të faktin që masat që janë marrë her pas here, pra siç ishte ulja e akcizës apo masa mbështetjes për shoqatat për kompanitë e transportit dhe çdo masë tjetër që mund të lindi e nevojshme gjatë kësaj periudhe. Po për momentin ne nuk shikojmë që të jemi në ato kushte. Okej, ju falenderoj. Faleminderit për kohën dhe për gjitha pyetjet që patëm mundësi sot të i trajtonim bashkë. Faleminderit dhe ditë mbarë.